të diçka pozitive pjesëmarrjen pra të të rime në konkurse letrare, sepse në ditët e sotme ne do i kushtojmë shumë në rëndësi letërsisë, kulturës, traditës, sepse ajo është çka tregon dhe vetë kombin tonë. Dhe unë mendoj se këto aktivitete të organizuara sot, por edhe herët e tjera, ndihmojnë jashtëzakonisht. Kështu që ne falenderojmë jo vetëm lidhjen, unë personalisht falenderoj jo vetëm lidhjen e shkrimtarëve dhe kryetarin e bashkisë për realizimin e këtij aktiviteti, por edhe mësuesët e letërsisë kudo në Shqipëri, dhe sidomos mësuesët e timit letërsisë, mësuesë Majlintën. Sa kohë keni që ju merreni me poezinë dhe shkruani? Unë me të shkruar kam 2-3 vite, vitet e gjimnazit, sepse më ka ardhur një frymëzim për të shkruar, për të shprehur mendimet, dhe gjithashtu kam patur edhe mbështetje nga vetë mësuesja e letërsisë. A do kishit në një thirrje për të rinjët të shkruajnë sa më shumë dhe të jenë pjesë e letërsisë dhe poezisë shqipe? Po, patjetër. Të rinjtë duhet marrin pjesë sa më shumë në këto veprimtari për të shkruar sa më shumë, jo vetëm poezi, por edhe forma të tjera të letërsisë, për të shprehur vetë bukurinë, pra vetë artin e fjalës që qëndron në thelb të letërsisë.